mirë se erdhët në Ligjërim, hapësirë kjo që i dedikohet artit të komunikimit, ku eksplorojmë fuqinë e fjalës, peshën e mendimit dhe kulturën e dialogut. Sot kam kënaqësinë që të prezantoj para jush një emër të njohur, një zë të njohur të ekranit nga radio televizioni Prishtinës atëhershme, prezantuesin, gazetarin e njohur, Zotri Hamdi Mehmeti. Zotri Hamdi, mirë se erdhët. Faleminderit, mirë se u gjeta, është kënaqësia imja. Unë në emër të gjithë dëgjuesve të Radio Kosovës falenderoj që sot gjete kohën për të shpërfaqur nga historiku i punës suaj, si prezantues disa nga momentet, nga gjërat e bukura që ke ndarë për punën e palodhshme të atyre viteve. Ju mbaj mend si zë gjenerat pas gjenerate. Ne jemi rritur me zërin tuaj. Atëherë kur i keni prezantuar lajmet, në një farë forme edhe keni ofruar tek ne një shembull se si duhet të lexojmë, se si duhet të prezantojmë, se si duhet të flasim fjalët shqip. Faleminderit për gjitha këto fjalë miradije, fjalë të bukura, po nuk e di në rend paraprakisht t'ju falenderohem për emisionin që realizoni me sukses dhe për cilin kam dëgjuar fjalë fort të mira dhe të respektueshme. Gjitha ato që i thatë, konsideroj se qëndrojnë deri diku, unë them gjithmonë nga modestia, sepse lavdatat kur nuk i kam pas në qef, as nuk i kam. Megjithatë, është e drejta në anën e atyre fjalive dhe atyre shprehjeve të bukura që i thatë, dhe ndoshta edhe meritore, pse jo, për kohën në cilin kemi pas kaluar dhe në cilin kemi jetuar e përjetuar shumë gjërat edhe të bukura, edhe të mira, por jo rrallë edhe sfiduese edhe të vështira. Me një përvojë të gjatë në radio televizionin e Prishtinës si prezantues, si edicioneve informative, ishin vitet 70, siç biseduam dje në kafe, konkretisht 73, kur keni filluar prezantimin e parë në mikrofon. Mund të na thoni, Zotri Hamdi, sa kishte evoluar gazetaria e atyre viteve në Kosovë? Po, zoja Fatmire, deri në siç e din publiku dhe njerëzit që janë marrë me këto çështje kohore të atyre viteve, deri në vitin 1974, pozicioni i shqiptarëve nuk ishte aq i favorshëm, as i volitshëm, dhe pas ardhjes së vitit kushtetutës së Kosovës, domethënë shpalljes së autonomisë, ku Kosova u ngrit në një shkallë mjaft e lartë atëherë të institucioneve edhe të enteve. Kosova miratoi aktet kushtetuese të vetat, me që rast Kosovës ju hapen dyert në të gjitha fushat e prosperimit, si të kulturës, si të shkencës e të artit, dhe në këtë mënyrë edhe hapja e televizionit në vitin 1974, përkatësisht 76, por kur flasim për emisionet shqipe të atyre viteve në televizion, sepse radio e më tani ishte kohë gjatë që ekzistante, transmetoheshin nga studiot e televizionit e Beogradit, me që në Kosovë, në Prishtinë, faktikisht ende nuk ishin krijuar kushtet infrastrukturore për studiot televizive, prej nga ku do të transmetoheshin lajmet. Në këtë mënyrë, unë kisha fatin që në vitin 1974
të shkoj në Beograd dhe prej andej transmetoheshin emisionet e lajmeve 2 herë në javë mos gabofsha me nga 10 deri në 15 minuta. Para se të shkojë në Beograd, po ndalemi pak kur keni nisur puna në radio, vitin 1973, një student i letërsisë. Rastësisht u gjende para një konkursi për të prezantuar lajme. Është interesant. Unë edhe si biseduam para se të hyjmë në studio, gjithmonë në jetë për një punë del një, si themi, sebeb, dhe unë kisha registruar anglishtën, cilin nuk e mbarova asnjëherë, por mbarova gjuhë dhe letërsi më vonë. Aty ishte një profesor, një burr shumë i mirë, nuk e di a jeton ajo Sami Ibrahimi, nëse jeton i uroj shëndet. Më preferoj që të paraqitem në Radio Prishtinë, sepse në atë kohë kërkoheshin speaker që quheshin atëherë ose folës të lajmeve dhe emisioneve tjera. Me që rast shumë e natyrshme si i ri që u entuziazmova dhe pa hezitim mora guximin edhe u paraqita në lokalet e radios. Në ndërkohë unë nuk isha pranuar ose nuk u pranova në Radio Prishtinë, por se u pranova në televizionin e Prishtinës. Dhe në ndërkohë bëje në konkursin edhe punën, po në konkursin që ishte shpallur nga televizioni i Prishtinës, u pranova unë mesin e mos gabofsha mbi rreth 300 kandidatëve, unë dhe Drita Gërmizaj. Do të thonë ju jeni brezi, Drita Gërmizaj, Hamdi Mehmeti, Faik Hima, Antigona Qena, nuk e di më ndihmo dhe dikush tjetër nëse më kujtohet se unë isha fëmijë kur ju kam dëgjuar. Tash nëse flasim për kolegët e Radio Prishtinës, me cilët më vonë kam vazhduar punën, sepse siç e dinë shikuesit edhe dëgjuesit, unë paralel në televizionin e Prishtinës kam moderuar ose kam dhënë lajmet edhe në Radio Prishtinë, kohë të gjatë deri në mbylljen me dhunë nga okupatori serb në vitet 90-ta. Shkuarja në Beograd, zotë Hamdi, shkuarja në Beograd, më duket u nisët me Dritën në Beograd, ishit bashkë me Dritën? Jo, nuk kemi qenë së bashku, por kemi shkuar nga një muaj Drita, një muaj unë. Por me që Drita kishte atë botë një fëmijë të vogël, u detyrua të ktheje. Po ajo u kthye, në fakt ashtu kishin vendosur atëherë organet që Drita të kthehej, ndërsa unë vazhdova gati edhe për një vit derisa u hapen studiot në televizionin e Prishtinës, dhe më thonë mbeta në Beograd. Si ishte relacioni me redaktorët atje, me gazetarët në atë kohën e, ta themi, ishim pak kohë i vitera represion, qysh atëherë? Po, nuk e di, duke se pak shqiptarët kishin marrë frymë gjithandej, dhe vetë fakti që televizioni Beogradit kishte hapur studiot për transmetimin e lajmeve në gjuhën shqipe. Ishte një dritë jeshile që, domethënë, jepte shpresë për favorizimin e më të tjeshëm jo vetëm të radio televizionit, por edhe të sferave tjera në këtë drejtim, domethënë ne përfituam nga rasti dhe po e përsëris përfituam edhe nga ato aktet kushtetuese të vitit 1974 dhe në këtë mënyrë, siç e dim, deri në vitin 1981 kur filluan pas vdekjes së ish presidentit atëhershëm Josip Broz Titos, atëherë Serbia dim të gjithë që kishin parashikuar dhe kishin planifikuar që edhe autonomi që e kishim fituar me djerë shqiptarët, dal nga dal t'u amernin, t'u amernin dhe
kështu edhe filluan ndërpresionit me, siç e dim, nga viti 1981 deri në mbylljen në vitin 1990. Zote Hamdi, ju keni qenë prezentues si edicioneve informative, thash edhe në hyrje të këtij emisioni, në periudha të ndryshme, në periudha të vështira, në periudha të cenzurës. Sa është e vështirë për një prezantues kur lexon diçka që nuk e ndjen, diçka që është e kundërt me ato që ai e sheh, që e jeton, kur lexon një cenzurë, si me një nove i gjuha e trupit, se sigurisht do të jetë reflektuar diku. Çka do të thotë gjuha e trupit? Shumë mirë e keni kuptuar këtë çështje dhe kjo pyetje më është bërë, domethënë, edhe herave të tjera kur kam pas rast që disa kolegë tuaj, për cilët me të vërtet kam fjalë shumë të mira se si nalin edhe kanë ndërmend atë ta quaj kushtimisht ose pse jo edhe e vërtet eliten e asaj periode të atyre njerëzve që nuk i harroni, dhe unë edhe në këtë rast përfitoj nga rastit ju falenderoj jo vetëm juve, por edhe gjithë ata të cilët i kujtojnë ata njerëz që sado pak, po unë nuk mendoj se pak, por kanë dhënë shumë për kulturën, informimin, artin, në përgjithësi në këto troje të tona. Po zote Hamdi, nuk ka nisur asgjë me neve. Po natyrisht se nuk ka nisur. Panelet janë ngritur shumë. Po tani ti kthehem pyetjes që parashtrove, gjuha e trupit, gjithsesi njeriu krahas gjuhës si mjet komunikimi, mrena për mrenda e ka ndjesinë e asaj që flet dhe asaj që do të flas, domethënë shpeshherë me fjalë ose edhe pa fjalë mund të kuptohet se çka don ose çka dëshiron njeriu t'i komunikojë njëri tjetrit ose masës e tjera. Ajo që shpeshherë kemi lexuar atë që s'na konda, që kemi ditë që nuk është e vërtetë, ishte situatë me të vërtetë shumë e rëndë. Ajo si thuash të ngulfat thjesht zërin edhe të keni shtërngim gjoksi, por neve na është dashur që ta përballojmë edhe atë situatë, t'i përballojmë edhe ato sfida dhe në këtë mënyrë mendoj se kemi dhënë një kontribut sadopak. Unë prapë po e them, nuk ka qenë i pak, po ka qenë i madh. A kujton ndonjë moment kur ke qenë në një vështirësi? Po, të kalueshme, po. Tash në vitet pas 81-shit filluan të ashtu quajtura diferencimi ideopolitike, ato ishin me të vërtet shumë të vrashta, shumë të pasakta, një skenime të ndryshme të armikut, edhe filluan mandej dënimet e njerëzve të cilët kishin sakrifikuar shumë për lirin tonë. Fjala vjen, duhet ta përmendi për shembull ato dënimet e famshme, të them thojza kushtimisht për Adem Demaçin, dhe shpeshherë më ka ramu rasti ti lexoj ato komunikata të mrapshta, se si u dënua, se si quhej nacionalist, se si quhej irredentist, dhe kjo gjë me të vërtet ishte shumë e rëndë, jo vetëm për mua, por shpresoj edhe për kolegët tjerë. A mendoni se mund të mësohet empatia në një komunikim? Natyrisht se po, vetëm se tashti ne edhe si popull jemi empatik, gjithsesi në ADN-in tonë gjithmonë shfaqen ato mos pajtimet ose pajtimet shpirtërore karshi situatëve të ndryshme, karshi fenomeneve të ndryshme të cilat padasht e përcjellin një shoqëri, por edhe jo të lehta për ata të cilët i lexojnë, se ne kishim detyrë të i lexojmë ato, si thash edhe më herët, krahasuar me pozitën që sot kanë moderatorët e shtëpive
radio televizive aq të shumta në Kosovë dhe jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, edhe në Maltezi, edhe në Maqedoni, janë më të vërtet shumë në nivel, por për dallim nga ne atëherë ishim shumë të kufizuar, ne nuk ishim as gota tuajt, imagjinoni. Për shembull lexonim drejt për drejt dhe gjitha emisionet kryesisht shkonin domethënë live, se përdora një lapsus këtu të dialektor që thash shkojshin të tuaj, të themi, shkonin drejt për drejt dhe nuk ishim ne as gota tuajt nuk ishim. Tani shoh moderator të shkëlqyer, domethënë të dy gjinive natyrisht që janë të lirë në janë shumë të lirë, janë të këndshëm dhe lexojnë me të vërtetë rrjedhshëm. Zotë Hamdi, ju keni bërë një pjesë të jetës edhe në Gjermani. Do me thonë, në mos them tani që jetoni paralelisht midis Kosovës dhe Gjermanisë, kryesisht ma thatë një fjali atë të kafja që je emigranti është gjithmonë, as andej, as këndej, a? Po, unë nuk është mendimi im i originalet, e kam dëgjuar dhe ajo që ndëgjohet kur pëlqehet, natyrisht se edhe kur ritheksohet, pse jo, duhet të mendohet si e favorshme. Që ju keni dhënë kontributin, ju jeni gjithmonë i mirëseardhur, peshan guri i rënë në vendin e vet. Ashtu është, po mërgimi e bën të veten. Unë pas mbarimit të luftës, siç e dinë edhe shikuesit, edhe njerëzit, edhe shokët, edhe miqet, unë më shumë kaloj kohën këtu në vendlindje. Përndryshe në Gjermani, në vitin 1995, ndjej nevoja për mësimin plotësues të gjuhës shqipe me fëmijët e mërgjimtarëve, të cilët ishin të shumt asaj kohë, të shumt, dhe me preferencën e ish ministrit të atëhershëm të arsimit profesor Muhamet Bicaj, isha caktuar si mësues i mësimit plotësues për fëmijët e shqiptarëve. Si e gjetët komunitetin shqiptar në Gjermani në këto vite? Nga pikpamja arsimore. Pyetje interesante. Unë shpeshherë them se numër shumë i madh shqiptarëve që kishin migruar asaj kohe, edhe nga dhuna, por edhe nga situata shumë represive, edhe sociale mbi të gjitha, edhe sociale, sepse pjesa e madhe e njerëzve, ashtu si edhe unë, kishim ngelur pa punë, pa të ardhura, pa siguri shëndetësore, pa çdo gjë, dhe vetëm rrugë për mbijetesë ishte migrimi, dhe nuk duhet të harrojmë edhe shtetet e Bashkimit Evropian, të cilët hapen dyert dhe pranuan shqiptarët gjithandej si në Francë, në Gjermani, në Zvicër, në Belgjikë e vende të tjera. Por pyetja ishte se çfarë ishte struktura arsimore e atyre njerëzve që kishin migruar. Unë them se ishte një strukturë jo e favorshme dhe jo e kualifikuar për kohën, sepse pjesa e madhe kishin ndërprerë edhe mësimet, edhe studimet, kështu që ishin si thuhet, as me shkollë, as pa shkollë. Në ndërkohë, gjatë viteve, situata ndryshoi dukshëm në favorin e tyre, dhe tani kemi një pozicion shumë të mirë të shqiptarëve, një pjesë e tyre, pjesët të cilëve kanë arritje edhe shkencore, po jo rrallë edhe të inkuadruar edhe në sferat politike të atyne vendeve ku kanë gjestrehim. Vazhdoni të vizitoni Gjermaninë, jetoni pak këtu, shkoni atje. Sa ka ndryshuar nga atëherë? Se tani nuk e bëni më atë punë. Nëse mendoni sa ka ndryshuar Kosova krahasuar me ato vite, unë mendoj se shumë ka evoluar në pikpamje shumë pozitive, dhe Kosova është drejt synimeve
për integrimin në Unionin Evropian, ka pretendime dhe ka dëshirë që të inkuadrohet edhe në sferat veriatlantike në NATO konkretisht. Kosova ka ba mjaft miq gjithandej botës. Kosova ka mikun më të shtrejt dhe më të çmuar për të cilin vërtet duhet populli shqiptar duhet jetë shumë mirënjohës Amerikën. Natyrisht edhe ajo ka interesat e saj që të gjejë një mik të sinqert dhe ajo i ka gjetur shqiptarët më të sinqertë në Ballkan për Shtetet Bashkuara të Amerikës. Më vjen shumë mirë për gjitha këto fjali që i thoni Zoti Mehmeti. Do doja shumë që pas një periudhe kur edhe unë do të jem në pension të flisja kaq rrjedhshëm sa flisni ju për një periudhë. Faleminderit, tani nuk e di sa flas të rrjedhshëm ose nuk flas, po më thash në fillim këto lavdatat edhe këto njerëz shpeshherë hynë në mision që tregojnë se kush kanë qenë, çfarë kanë qenë, çka kanë bë, kush janë, flasin për Jo, unë mendoj që asnjëherë njerëzit që kanë dhënë kontributin e tyre në ndërtimin e institucioneve në kontribut të paqmuar siç keni dhënë ju në gjithë ato periudha, nuk bën që ti mbuloj prur. Po natyrisht veç unë them gjithmonë nuk jemi të vetëm, ka shumë njerëz të sferave të ndryshme, por edhe të gazetarisë, edhe të leximit, edhe të paraqitjes nëpër media, që kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin, pse jo, kontribut. Tani në rrethana ku e ripërsëris shumë të favorshme krahasuar me periodën kur kemi qenë ne, unë thashë edhe më herët, ne nuk ishim në studio as gota të ujit, ka ndodhur që nga 2 deri në 3 orë lexim drejt për drejt me ato tekste jo rrallë të shkaravitura nga lektorët e ndryshme, ndonëse se edhe unë në kohët e fundit lektoroja tekste, ti hapnim syt, ti bonim syt 5, sepse një gabim i vetëm ju çonte në komision disiplinar. Ashtu, pra mund të kishte pasojë. Zoti Mehmeti, si shihni sot gazetarët e rinj, teksa lexojnë, prezantuesit, jo vetëm në radio televizionin e Kosovës, po edhe në televizionet e tjera? Unë mendoj se dhe jo vetëm që mendoj, por jam shumë i bindur se tani gazetarët tanë shqiptarë gjithandej trojeve janë në nivelin shumë të kënaqshëm, gjysor, në nivelin e interpretimit, në nivelin e komunikimit drejt për drejt, ashtu si thatë ju edhe pse jo edhe me gjuhën e trupit, ata sot paraqiten drejt për drejt, dhe kjo paraqitje drejt për drejt gjithmonë mund të ketë rrëshqitje dhe dalje edhe nga konteksti i tërë veprimtarisë së tyre, dhe në këtë kontekst mendoj se gazetarët dhe folësit e radio televizionit jo vetëm të Prishtinës, tani quhet Radio Televizioni i Kosovës, por edhe media tjera janë në nivelin e shkëlqyer. Zoti Hamdi, sot jeton një ditë të qeta, me nipër, me mbesa, ata që ju plotësojnë jetën, sepse të jesh një kohë të gjatë para mikrofonit, do të thënë të jesh gjithë një njeri që hyn në shtëpitë e gjithë secilit, të jesh gjithë një mirëpritur, njerëzit kanë njohur, të njohin edhe sot, kanë përshëndetur, ju bëni një jetë aktive, keni nipër, keni mbesa, dilni shëtitni, takosh ndonjëherë me këta miqtë tu, me kolegët tu, ata kanë mbetur dikush nga ata, apo ke diçka për t'ju thënë familjarëve të kolegëve tu që ke punuar shumë gjatë? Nuk di sa do të ishte e përshtatshme përgjegjja e kësaj pyetje, sepse njerëzit, sidomos gjeneratat e reja, nuk kanë fort interes që të rikthehen atyre epokave, por shtresa
ose gjenerata ime, Po brezi që ju ka njohur. brezi im, shpesher më ndalojnë, takohemi, ndonjëherë ndrojmë edhe bisedime, mendime për ata kolegë me të cilët kam bashkëpunuar. Duhet I përmendi ndërta të paharrueshmin Gjakur Shqepari, Sanje Shale, bashortja e tij, Nafie Lamoja, Nezmije Bityqi, unë si thashtë edhe më herët Drita Gërmizaj me kolegja ime, Vera Himaj, Fajk Himaj, e shumë të tjerë, natyrisht ndonjë prej tyre edhe mund ta kem harruar sepse janë bërë shumë vite. E thatë në fillim që keni punuar edhe në radio, edhe në televizion. Dhe tani po të pyes me që ish shkëputur nga të dyja. Cilën ke dashur më shumë? Të them sinqertën, unë gjithmonë hapin e parë dhe zërimi I parë është në radio Prishtinën atëhershme, në një emision kujtohet si sot, sepse ajo kujtesa e perspektives afatgjata që quhet mbetet shumë ngulitur në sferën e trurit, ka qenë në Radio Prishtinë, mos gabofsha emisioni Tribuna e Kritikës, e një gazetari shumë të njohur kritik letrar Hivziut, dham emisionin Tribuna e Kritikës. Kështu e kam dëgju veten herën e parë dhe më shdukur vetja alamet që kush e di se çka u bë. Po. Kjo ishte në radio. Kjo ishte në radio dhe prej andej qefi im I madh ka qenë që unë të punoj në radio, jo në televizion, por ja që në atë botë kërkoj, ndihej nevoje më e madhe për televizion. Unë ngela në televizion, por asnjëherë, po përsëris nuk u shkputa nga radioja, sepse pas vdekjes, pas ikjes në amshim të madhit Gjakur Shqepari, unë nuk e kam shumë qef ta quaj të madhi, po më mirë të them të famshmit Gjakur Shqepari. Unë kisha një ofertë që të vazhdoj punën edhe në Radio Prishtinë dhe sot e gjithë ditën më ngelet maraku për radio. A mendoni se do të rezistoj radio kohës? Në gjithë këtë Unë mendoj se po. Është një kohë kur tani jetojmë në një epokë elektronike, në format e ndryshme të digitalizimit që e quajnë elektronik, me rrjetet të ndryshme sociale, megjithatë edhe në ato rrjete sociale shumë lehtë e gjen njeriu radion, valët e radios, I kap ato dhe kudo që t'jesh maje kodre ose në mes të fushës ose të livadit, mund të kyqesh në valët e radios dhe për mua është një privilegj, një kënaqësi e veçantë. Edhe atje ku nuk shkojnë në valët e televizionit, edhe atje ku nuk shkon shtypi, atje shkon natë. Atje është shumë interesant dhe është shumë e favorshme. Faleminderit shumë për ardhjen tënde këtu në këtë intervistë, zoti Mehmeti. Ju dëshiroj shëndet e plot, jetë gjatë dhe të shijoni ditët e pensionimit, keni vënë një punë të mrekullueshme. Ne jemi këtu për të vlerësuar punën e gjithë secilit. Faleminderit, unë edhe një herë për fund të falenderoj që je kujtuar të më ftosh në emision dhe sigurisht se ky emision nuk do të jetë fundi, po uroj që edhe në emisionet tjera të ardhshme që do t'i realizosh me ekipin tënd të mrekullueshëm, do të kesh kujdes dhe do të kesh privilegj që në studiot tuaja ti kesh njerëz që sa do pak ose sa do shumë kanë dhënë për kulturën dhe mirëqenien e këtij populli. Është detyrë jonë. Faleminderit edhe një herë. Qofshi me nderë, shëndet.